Raymond Rasha, një ish basketbollist shumë i njohur i vllaznisë të vite, po edhe një trajner shumë i suksesshëm. Sot u nderuat nga Federata Shqiptare e Basketbollit me titull më njohur nga presidenti Avni Ponari. I kënaqur pa dyshim. Mos e kënaqur. Por një kuriozitet duhet të diftu. Vitin tjetër mbahen 60 vjet që rrinen pemën e basketbollit. Kështu që këtë shpërblim që malla Federata e ka mirë prit. Padyshim edhe kujtimet janë të veçanta gjatë asaj karriere, diçka konkrete, shkurt për pikat me të suksesshme tuaja. Suksesi më i madh ka ardhur mas 97, ku në vitin 2000 krijuam ekipin e Jerini Mitku krijon ekipin e treve dhe e marron dhe vazhdoi. Masi dolëm me kampion, del detyra me bë ekipin e tritonave. Pra domethënë përveç suksesit me të rejat, suksesi është edhe krijimi i ekipit të tritonave që kishte 16 vjet që rritë pushim. Dhe arritëm që u deri vend 4, kupton? Dhe tash është një fat i mirë që ju la trashëgimi basketbolli i vajzave si Medina dhe si Ingridi. Dhe sot le të moshin një aktiv në trajnim duke qenë për krah sportistët tuaj Ingrid Dashja. Po, përveç ekipit të trejave që bëjmë servitet përbashkët, kam edhe një ekip moshësh 11 vjeçar, 12 vjeçar, të cilët i servis të shkolla Brown Kadia. Dhe mundohna për me majtë gjallë ekipin e tritonave, se numrat nuk na flasin favor, se edhe në shkollë janë përgjithmonë nxënësit, kështu që edhe në ekip kanë me reflektu këta punë. Urime mondi për këtë titull. Falenderoj gjithmonë afër na kënaj, sidomos basketbollit vajzave i kënaj shumë afër. Nuk di si me ta shpërblyj.